Mirë se ju gjej sonte. Komplimenta për shkëlqimin tuaj, Danja, shkëlqen sot, Gerta. Faleminderit. Miser, loj veshur bukur, po ashtu Valbona që asnjëherë nuk na zgënjen, Valbona, mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma, mirë se takohemi. Uluni, ratoni, uluri, ratoni. Mirëmbrëma. Sa të bukur janë live, më. Hajde më, qka? Qka? Ja, po ulim që këtu. Mirëmbrëma. O, Arbër, hajde këtu se me ty e ka dashurin. Ja, pas e diun. Diun. Si jeni, mirë? Qa bërë? Atere, ju e si që kuptuat, vazhdojnë loja e mos reagimeve, më kam braktisur nga studio dhe kanë ardhur aty me ju opinionistët të cilët ju nuk I shikoni, por janë diku aty rotull. Neda nuk bën për këtë lojë. Unë nuk bëj për mundje, Ledion. Okej, yje, ndërkohë me mua mund të reagoni. E di se unë pit fare, po digjo, këtë lojën e mos reagimeve... E kemi humbur beset gjithë. Po nuk e di, do me thënë, shiko, ka patur momente shumë të vështira dhe emocionuese, si ardhja e djemve të tu, Gerta që luani në obor, ardhja e nipit të Rozanës, I cili brithte në për shtëpi, pastaj keni patur një qeni që me kuq që qepur gjestit nga pas. Dhe që to që mu da më gjojnë mu? Që to më gjojnë mu? Pastaj, ku di unë digjua ca këngë të pa digjuara, jos kërë fjalla? Edhe mbesa ime. Edhe mbe pastaj pa tjetër, mbesa jote, mbesa dhe nipi I Danjës, keni patur shumë, po... Si e mendoni, e keni realizuar, se Gerta tha e kemi humbur me siguri, po. Gerta flet për vete, kështu që. A, Viserdo, se ty të erdi dhe aji? Cili? Aji që që? Dhe I thanë tjetër emër, njëre, para punës, se Gerta më thot Verselonja. Po, mirë, Por imitimi dobët, gjithsesi. I dobët ishte, jam dakord me ty. Shumë I dobët që, shumë I dobët që. Si zemër. Por do nisi me diskutimet, më thot vllai I madh që opinionistët do t'i lëm aty. Sonte gjitha. Sonte Ku janë o Ledion? Këtu Jo, nuk e di ku janë, po që ideja është... Jo, këtu jemi ne, po kjo me ndonjë që duhet më shofi dhe nëndër mu që ta besoj që jam tu. Kam parë. Po, e shëfë, pas ka parë nëndër. O, Arbër, sa shkon divani blu? Ola, do më thënë, pas ka qenë arbri ajo ëndra që s'dojët më thoja. Jo. Dua të flas në fillim pak për një zhvillim në marrëdhënien mes Laertit dhe Valbonës. Që me sa duket shumë prej banorëve vazhdojnë ende të mos ta besojnë dhe në komentet që ata bëjnë kanë bërë titubante edhe Valbonën, e cila, me sa duket, I ka kërkuar në një kuptim llogari Laertit që, digjo, ose bëj, po se çfarë të bëj, edhe ajo vetë nuk është e qartë, kështu që shohim klipin dhe I qartësojmë disi më tepër.